A mundesh me më tregu në cilën moshë ke fillu përdorimin e substancave narkotike, me çka ke fillu, çka të ka shtyr? Kom fillu në moshën 18 vjeçare, kurioziteti me këshyr, s'pare lak nis me kokainë, edhe veç me kokainë deri sot, që kom ndalu qëtasht. Kush ta dha, kush ta ofroi, çush e dite që ku mundesh me gjetë, Shoshnia. Jo mosha jem, po mosha më e madhe. Provoje, madje kur gjë nuk bën, edhe nuk vrejesh, edhe kisha qef të na me provu me këshyr shka qysh tek. Trega me rastin e parë kur e ke provu. Çush u ka ndjesia? Ndjesia, adrenalin, vullnet, frikë mos kesha e qtut, edhe që të mos se kom ndalu. Ka pëlqy, janë që më pëlqy edhe ma e kom vazhdu me pi. A u kon zër me gjetë? Jo. Nuk u kon. Ja, zërë jo. Qysh janë dilshe me pare për me ble? Po, fillim atëre, i rajsha shpisje, po shkoj qëtoj, a nena po dalë, ka me ble qëto, jo po shkoj me një kurs, jo po mbim pare për në liber, në dishka. Ti jetesh në Prishtinë, po? Jo, në Gilan. Gjatë kësaj kohë të fillimeve, a u ka ndonjë ndjesi që ta ka marrë frikë pse hina, të rrita? Jo. Heq. E kom vazhdu kështu rregullisht. Rregullisht e kom vazhdu, kom pi. A kishe kriza? Kriza jo s'kom pas, se kisha financim, edhe s'm ka mungu. A ke qenë tani ti ai lideri me i marrë dhe tjerë shok me për to? Jo, këto ja kom bo, kërkon me se pofsha, as s'kom qef kërkon me po.